Ditën e kësaj të martë i paraburgosuri Altin Doci është arratisur nga Spitali Rajonal i Durrësit, ku ishte i shoqëruar nga policia e burgjeve për një vizitë mjekësore të planifikuar në repartin infektiv. Sipas të dhënave zyrtare, Doci u shoqërua nga 5 efektiv të policisë së burgjeve, 2 prej tyre qëndruan jashtë në mjetin e shërbimit, ndërsa 2 të tjerë e shoqëruan brenda godinës, në katin e tretë të repartit infektiv, ku ndodhet dhoma e posaçme për vizitat e personave të paraburgosur. Gjatë kontrollit mjekësor, Doci ka kërkuar të shkojë në tualet, i cili ndodhet brenda dhomës së kontrollit. Në momentin që ka dalë ai ka goditur 2 efektivet që e shoqëronin dhe ka dalë me forcë nga dhoma, duke zbritur me vrap shkallët e repartit. Një nga policët e burgjeve ka qelluar një herë me armë zjarri për paralajmërim, por i burgosuri ka arritur të dalë nga godina dhe të largohet. Nga obori i spitalit ai është larguar me një automjet tipi Audi A7, që dyshohet se e priste në parkimin e brendshëm. Me njëherë pas ngjarjes, policia e shtetit ka ngritur postobloqe në Durrës, Kavaj dhe në qarqe Tiranë, Fier dhe Lezhë, ndërsa kërkimet për kapjen e të arratisurit vijojnë. Pas arratisjes, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka marrë masa të menjëhershme administrative. I gjithë zinxhiri komanduesi i burgut të Durrësit është shkarkuar nga detyra deri në sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, forcat operacionale të burgjeve nga Tirana kanë mbërritur në burgun e Durrësit, ku po kryejnë kontroll dhe verifikim për të hetuar masat e sigurisë, si dhe për të përcaktuar nëse ka pasur persona të tjerë që kanë pasur dieni ose kanë ndihmuar në planifikimin e arratisjes. Altin Doci me origjinë nga Puka, me banim në Tiranë, ndodhi në paraburgim për vepra të rënda penale. Dhe shkojmë njëherë në një lidhje të drejtë për drejtë me Lucy Përgjegjen, gazetaren e Kronikës në Radio Televizionin Shqiptar. Lucy, mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, Sonja, ju përshëndes. Duke shpresuar që të bëhesh pak më mirë, se e di që je në ndikimin e virozës së stinës, Lucy, ku janë hetimet e policisë dhe të prokurorisë për rastin dhe çfarë ka ndodhur gjatë orëve të natës me ndjekjen e të kërkuarit? Atëherë, policia po vjen vazhdimisht kërkime të përveç policisë së shtetit, të cilët po hetojnë dhe po kërkojnë edhe pistat se ku Altin Doci mund të jetë larguar, janë vënë aksione dhe burgu i Tiranës, të cilët i kanë shkuar në ndihmë burgut të Durrësit për të kryer një hetim edhe se si ka mundur ai të largohet dhe të krijojë gjithë planin për të larguar nga burgu i Durrësit, e po ashtu për të pyetur nëse ka edhe persona të tjerë të përfshirë apo që kanë patur dieni për arratisjen e Altin Docit nga burgu i Durrësit. Hetimet deri tani nuk kanë mundur që të vënë në prangë Altin Docin, ndërsa sa i përket të gjithë skemës, duket se Altin Doci e kishte planifikuar më së miri këtë mënyrë se si do të arratiste nga burgu, duke përdorur spitalin e Durrësit dhe një vizitë të cilën e kishte caktuar që më përpara për sa i përket problemeve të tij shëndetësore. Dhe gjithë skema është ngritur, por duket që Altin Doci në këtë aksion nuk ka qenë i vetëm, sepse edhe në momentin që ai ja ka arritur që të dalë nga spitali i Durrësit, pikërisht nga reparti infektiv, ku edhe kishte vizitën, është pritur më pas, dyshohet, nga 2 automjete, njëri për të cilave një Audi Luxos A7, e po ashtu edhe një makinë tjetër, e cila e ka shoqëruar. Nga momenti që ai ka dalë nga spitali dhe i është drejtuar më tej parkimit të spitalit, ku e kanë pritur edhe 2 automjetët që e kanë ndihmuar ato që të arratiset më pas nga spitali. E kuptoj, kam dhe një pyetje të fundit të Lucy dhe kërkoj një përgjigje të shpejtë nga ty. Sa persona janë shkarkuar për këtë rast dhe për çfarë ka ndodhur dje në burgun e Durrësit dhe a ka nisur hetimet prokuroria e Durrësit? Atëherë, ka patur një shkarkim të menjëhershëm, ka patur një pezullim të zinxhirit në fakt, nuk ka qenë shkarkime përfundimtare, pasi kjo do të mbetet për të parë gjatë ditës së sotme apo edhe ditëve në vijim sa i përket edhe vendimeve që do të marrë Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ka patur një pezullim të gjithë zinxhirit drejtues të burgut të Durrësit. Dhe këtu përfshihet drejtori i burgut të Durrësit, pa ashtu edhe varësit e tij, drejtorët dhe nëndrejtorët të cilët kanë ushtruar funksionën IEPV-n e Durrësit. E kuptoj. Lucy Përgjegje, faleminderit për informacionet që na solle shkurtimisht në programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe të uroj rikuperim të mbar, ndërkohë që gjuetia e policisë vijon të nderuar teleshikues, qëndroni me rrjetin informativ të Radio Televizionit Publik për të mësuar të rejat më të fundit për këtë ngjarje gjatë ditës së sotme.